Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama sqaron ankimin në gjykatën kushtetuese kundër pezullimit të Ballukut. Kërkesa me firmën time mbrojnë balancën mes pushteteve. Shoqërohen disa persona pas vrasjes së biznesmenit në Elbasan, gjendet e djegur makina autorëve, automjeti figuron në emër të kompanisë së 43 vjeçarit. 2 viktima e 2 të plagosur në aksidente e gjatorëve të fundit në Tiranë dhe në Roskovec, Urbani përplas të re në kryeqytet i shkakton plagë të rënda. Një dhjetori shënon ditën botërore të luftës kundër HIV/AIDS, mjekët japin alarmin për rritjen e numrit të personave të rinj të prekur nga kjo sëmundje. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Ankimimi në gjykatën kushtetuese për pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut është bërë me firmën time. Kështu deklaroi këtë të hënë kryeministri Rama, i cili nënvizoi se vendime të tilla cënojnë balancën e pushteteve. Rama vuri në dukje se nuk po i bën presion gjykatës, madje po ndodhe kundërta. Është hapur rruga e presioneve politike ndaj qeverisë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për pezullimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Ballukut me vendim të gjykatës së posaçme. Me anë të një video mesazhi për ndjekësit në rrjetet sociale, kreu i qeverisë sqaroi se ankimimi në kushtetuese është dërguar me firmën e tij. Me sa duket, me një pjesë nuk kemi kuptuar dhe prandaj jam këtu duke nisur me pyetjen e dini kush e ka ankimuar në gjykatën kushtetuese pezullimin e ministres nga një prokuror dhe një gjykatës. E kam ankimuar unë, natyrisht si kryeministër, jo si Edi Rama. Dhe njëherë ai ritheksoi se gjykata nuk mund të pezullojë nga detyra një antar të kabinetit qeveritar, pasi këto vendime destabilizojnë balancën e pushteteve. Opinion ky sipas Ramës, i dhënë dhe nga Komisioni i Venecias. Shkurt, kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Për kryeministrin, këto lëvizje të GKK-o vënën presion qeverin për të sjellë deri në shkarkimin e Ballukut. Prandaj dhe hapi i radhës mbetet fjala e kushtetueses. Dhe duhet të jesh krejt i papërgjegjshëm, kashi Shqipërisë, Republikës sonë, për ta lënë të kaloj pa luftuar gjyqësisht në shkallën më të lartë atë të gjykatës kushtetuese këtë tentativë antidemokratike. Aq më keq akoma pastaj, duhet të jesh krejt i verbuar nga urrëtia politike për ta kthyer edhe këtë konflikt kompetencash mes ekzekutivit dhe gjyqësorit në një konflikt politik. Të martën, gjykata kushtetuese pritet që të vendosë nëse çështja ndaj Belinda Ballukut do të kalojë për gjykim. Më herët kryeministri Edi Rama është shprehur se deri në një vendim të gjykatës më të lartë të vendit, qeveria do të mbetet pa një numër 2. Pezullimi nga detyra i numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, sipas Sali Berishës, nuk përbën shkelje të kushtetutës. Kreu Demokrati quajti gënjeshtra deklarimet e kryeministrit Rama se pezullimi i një ministri është kundërshtuar edhe nga Komisioni i Venecias. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbrojti sërish vendimin e SPAK-ut dhe gjykatës posaçme për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në një konferencë me gazetarët, Berisha cilësoi këtë vendim në përputhje me kushtetutën, duke replikuar me kryeministrin Edi Rama, pasi sipas tij nuk ka asnjë opinion të Komisionit Venecias kundër pezullimit ministrave. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po bën deklarata të pavërteta në lidhje me qëndrimet e Komisionit Venecias për çështjen e pezullimit ministrave. Partia Demokratike do të bëjë një padi për mashtrim publik ndaj Edi Ramës. Ai do paditet që nesër për mashtrim publik para qytetarëve për këto që shkruan. Nuk ka asnjë dokument të Venecias që të thotë se pezullimi i një ministri është shkelje palejueshme e kufirit ndarës midis pushteteve. Më herët Berisha paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë, detyrim paraqitja. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha, i cili është një prej politikanëve që ka sulmuar marsh për drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani, preferoi të shmang të komentet për zgjedhjen e pasuesit të tij pas pak ditësh.
uroj që t'jetë i pakapur nga krimi siç ishte Altin Dumani. Uroj që t'jetë i pakapur. Kaq. Dhe absolutisht unë mbështes dhe njerë çdo prokuror, çdo gjykac, çdo hetues, çdo polic dhe cilin do që zbaton ligjin. Partia Demokratike ka mbajtur për të tretën herë foltoren përpara kryeministrisë, ku deputet dhe mbështetës kanë mbajtur fjalën duke ngritur shqetësime të ndryshme. Fjalën kryesore pati lideri i opozitës Berisha, i cili kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pjesëmarrja edhe këtë herë nuk kishte surpriza. Numri i protestuesve ishte i njëjtë si në dy protestat e kaluara. Në foltoren ku mbajtën fjalimet ishin vendosur imazhet e antarëve të Partisë Socialiste, të cilët janë marrë në hetim nga SPAK apo janë izoluar me vendim të GKK-s. Berisha ka deklaruar se foltorja do të vazhdojë deri në dorëheqjen e kryeministrit Rama. Që rruga të ndërtohet. Policia e Elbasanit ka sekuestruar kamerat e sigurisë për të gjetur gjurmë të autorëve që ekzekutuan në makinë biznesmenin. Mondi Mahalla, i njohur edhe si Edmond Hyka, u qellua për vdekje në karburantin që kishte në pronësi. Pas largimit nga vendi i ngjarjes, autorët që dyshohet se kanë qenë dy, kanë ndjegur makinën. Një ditë pas vrasjes mafioze të biznesmenit nga Elbasani Mondi Mahalla, policia ka shoqëruar disa persona në polici, të cilët mund të japin më shumë detaje se si ndodhi krimi i rënd. Mes tyre janë punonjësit e karburantit, të cilët ishin në turn në momentin e ngjarjes, si dhe dy shofer taksish. Po ashtu mëngjesin e kësaj të hëne, policia ka gjetur një automjet të djegur tip Audi në fshatin Mirak, bashkë me një pistolet që dyshohet se ju përket atentatorëve. Për këta të fundit, policia dyshon se kanë qenë dy persona, të dy vrasës me pagesë. 43 vjeçari u qellua sapo kishte dalë nga zyra në karburantin Xhaxhi Oil në pronësi të tij dhe sapo ishte futur në automjetin e tij Range Rover. Autorët e kanë qelluar disa herë me pistolet, ndërsa dy prej plumbave e prekën në kokë. Mondi Mahalla ose Edmond Hyka, përveç se pronari i karburantit Xhaxhi Oil në daljet e Elbasanit, ka në pronësi edhe një shërbim taksi El Taxi si dhe një lokal. Mahalla ishte në gjyq për armbajtje pa leje, posedim të sendeve të jashtëligjshme dhe shpërndarje narkotikësh. 43 vjeçari jetonte në zonën e komunës së Parisit në Tiranë, por lëvizte shpeshherë në Elbasan për shkak të aktivitetit ekonomik atje. Policia në ndërkohë ka marrë edhe të gjitha pamjet e kamerave të sigurisë së karburantit, bizneseve në zonë dhe ato përgjatë aksit Elbasan Librazh për të rënë në gjurmë të autorëve sa më parë. Një grua mbeti viktimë me një aksidenti mëngjesin e kësaj të hëne në Tiranë pasi u përplas nga një makinë teksa kalonte rrugën. Ndërkohë, lidhur me aksidentin që ndodhi mbrëmjen e të dielës, ku Urbani përplasi të rinj që lëvizte me biçikletë, uniformat blu ndaluan shoferin. Pa kaluar 12 orë nga aksidenti mbrëmjes së të dielës, një tjetër ngjarje e rëndë përgjaku rrugët e Tiranës. Një këmbësore 49 vjeçare u përplas për vdekje nga një automjet në afërsi të zonës së njohur si sheshi Shqiponja në kryeqytet. Viktima nuk ka qenë në vijat e bardha dhe gjatë tentativës për të kaluar rrugën, ajo është përplasur nga një makinë duke gjetur vdekje në vend. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të aksidentit. Ndërkohë, policia ka arrestuar mbrëmjen e të dielës shoferin e Urbanit të linjës Astir Qendër, i cili u përfshi në një aksident në afërsi të pallatit me shigjeta. Sipas policisë, Urbani ka qenë në drejtim të 21 dhjetorit. Në këtë moment, 18 vjeçaria me biçikletë ka tentuar të kalojë rrugën me semafor të kuq. Urbani ka qenë me shpejtësi mbi normat e lejuara, ku fatkeqësisht ka goditur të ren. Drejtuesi i mjetit ka tentuar të shmang goditjen dhe përpasoj ka kaluar trafikndarsen duke përfunduar në anën tjetër të korsisë, ku ka përplasur disa mjete të parkuara. Shoferi i Urbanit ka rezultuar negativ në testin e alkoolit. E reja ndodhet në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, mjekim kanë marrë dhe disa udhëtar të Urbanit, të cilët mbeten të lënduar nga përplasja. Edhe në rrugën Roskovec Berat, një person humbi jetën pasi u përplas nga një automjet teksa ishte duke lëvizur me biçikletë, ndërsa në Lushnjë një i ri u plagos rënd pasi humbi kontrollin e makinës dhe u përplas me shtyllën. Një aksident me vdekje ka ndodhur paraditën e kësaj të hënë në aksin Roskovec Berat pranë fshatit Strum. Një automjet ka përplasur një person i cili po udhëtonte me biçikletë dhe përpasoj ka humbur jetën. Në vend ngjarje kanë mbërritur me njëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti me pasoja fatale.
Ndërkohë, pak pas mesnatës, një mjet tip Audi është përfshirë në një aksident në daljen rrugore të Lushnjës. Makina e drejtuar nga Aleksandr Braholli është përplasur me shtyllën e ndriçimit rrugor në rreth rrotullimin e Savrës. Nga përplasja, drejtuesi i mjetit ka marrë plagë të rënda dhe ndodhet në spitalin e Fierit. Sipas policisë, dyshohet se i riu nuk ka parë rreth rrotullimin dhe duke dalë nga qyteti i Lushnjës është aksidentuar. Përplasja me shtyllën ka qenë e fortë dhe i riu ka mbetur i plagosur rënd. Këtë të hënë nisi shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët të moshuarit mund të tërheqin shpërblimin në pikën e postës shqiptare në ditën kur marrin edhe pensionin mujor. Në rastet kur bonusi nuk tërhiqet brenda dhjetorit, pensionistët kanë afat deri në 30 qershor të vitit 2026 për ta marrë atë. Pas kësaj date, ky shpërblim nuk mund të merret më. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, pensionistët që marrin pension mujor deri në 20.000 lekë përfitojnë shpërblim 15.000 lekë, ndërsa pensionistët me pension më shumë se 20.000 lekë në muaj do të marrin bonusin prej 10.000 lekësh. Rastet e reja me HIV/AIDS në vendin ton kanë shënuar rritje. Në ditën botërore të luftës ndaj kësaj sëmundje, mjekët thonë se shumica infektimeve vijnë përmes marrëdhënieve seksuale të pambrojtura dhe konsumimit të drogave. Shifrat e personave të prekur nga HIV vazhdojnë të rriten nga viti në vit. Nëse gjatë 2024 u regjistruan 119 raste të reja, këtë vit janë diagnostikuar 6 raste më shumë, duke çuar numrin total në 125 persona të prekur. Transmetimi seksual mbetet rruga kryesore e përhapjes së virusit. Ajo që shohim është që ne kemi raste të reja çdo muaj, në të 12 muajt e vitit. Pavarësisht se mund ketë një hatje më pak në një javë ose më shumë në një muaj tjetër, janë prezente dhe duke që do jenë prezent. Ajo që mbetet predominante është rruga seksuale, rruga përmes transmetimit, përdorimit të drogave tek përdoruesit e drogave intraven, transmetimi përmes gjakut, transmetimi tek gratë shtatzëna nga nënat e fëmija. Të rinjt dhe meshkujt janë ata të cilët preken më shumë nga HIV/AIDS. HIV nuk përjashton asnjë moshë, nga i sapo linduri deri tek grup mosha e tretë. Por në thojca do thoja preferencën e ka për të rinjt kryesisht dhe moshat aktive. Ndryshe nga infeksionet e tjera seksualisht të transmetueshme, të cilat shpesh kanë simptoma të dukshme, HIV mund të mos shfaqë asnjë shenjë për shumë vite. Për këtë arsye, mjekët infeksionistë theksojnë rëndësinë e depistimit të rregullt me qëllim zbulimi në fazat e hershme të virusit. Duke qenë se është një infeksion që në periudhë gjatë kohore është pa simptoma, individi nuk e di nëse e mbartë apo jo. Dhe në këtë formë, jo vetëm që ka shanset e zhvillimit të një sëmundje në dinamik, por ajo që është sërish në të njëjtën kohë problematike është transmetimi tek të tjerë. Informimi dhe kapja, depistimi i këtyre rasteve në stadin e HIV-it ende pa filluar simptomat, sepse duke e kapur në këtë stad, ke shanset e fillimit të trajtimit, frenimit të zhvillimit të virusit, rimëkëmbjes imunitare të këta individ, por në të njëjtën kohë duke i trajtuar dhe duke i bërë të padetektueshëm këtë virus në gjak, ti mundson edhe mos transmetimin tek të tjerët. Që prej vitit të 1993, numri personave të diagnostikuar me HIV ka arritur në 1973 raste. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.